2 years after the date of enactment. Republikanët e Senatit Amerikan po shtyjnë përpara projektligjin e presidentit Donald Trump për uljen e taksave dhe rritjen e shpenzimeve. Ky vendim vjen pavarësisht se versioni i ri i projektligjit do të shtojë borxhet e vendit $3.3 trilion, rreth $800 miliard më shumë se i miratuar muajin e kaluar nga dhoma e përfaqësuesve, sipas një parashikuesi jo partijak. Republikanët, të cilët prej kohësh kanë shprehur shqetësim për rritjen e deficiteve dhe borxhet të SBA-s, kanë hedhur poshtë metodologjinë e gjatë të zyrës së buxhetit të shtetit për të llogaritur koston e legjislacionit. Por demokratët shpresojnë se shifra e fundit mund të nxjesë mjaftueshëm ankth midis konservatorëve, sa t'i bëjë ata të kundërshtojnë partinë e tyre që kontrollon të dy dhomat e Kongresit. Senatorët votuan gjatë një seance maraton, ku propozuan një sër ndryshimesh nga të dyja palët. Kjo ishte pjesë e një procesi të veçantë që republikanët po përdorin për të anashkaluar rregullat e Senatit, të cilat zakonisht kërkojnë miratimin e 60% anëtarëve për të kaluar një ligj. Trump dëshiron që projektligji të miratohet para ditës së pavarësisë më 4 korrik, ndërkohë ligjvënësi do të përballen me një afat shumë më serioz këtë verë, kur ata do të duhet të rrisin tavanin e borxhit të vetimponuar të vendit ose të rrezikojnë një mospagesë e rrezikshme prej $36.2 trilion. Legjislacioni ka qenë në fokus të seancës maraton të Kongresit, ndërsa demokratët kërkojnë të ngadalsojnë apo pengojnë miratimin e tij. Projektligji do të zgjasë uljet e taksave të vitit 2017, që ishin arritja kryesore legjislative e Trump gjatë mandatit të parë si president, si dhe do të rrisë shpenzimet për ushtrinë dhe sigurinë kufitare. Nëse Senati jep dritën jeshile, dokumenti do të kthehet në dhomën e përfaqësuesve për miratim përfundimtar përpara se Trump ta nënshkruajë ta kthejë në ligj. Dhoma e përfaqësuesve miratoi versionin e saj të projektligjit muajin e kaluar.